shembull është manuali cilin e kemi bo në bashkëpunim me një grup të ekspertëve prej Universitetit të Prishtinës, Ministrisë së Arsimit, i cili përdoret prej mësimdhënësve dhe është mësimi i historisë me perspektivë gjinore, grade e gjinia, aktivizmi në vitet në dy dekadat e shekullit 20 që i përfshin vitet 89-99. Ti e din që ajo ka qenë koha e para luftës, ku gratë kanë qenë ato të cilat kanë pas një aktivizëm të bujshëm, kanë organizu protesta të ndryshme, kanë bërë thirrje për të drejtat e njerëzit, për të drejtat e grave dhe është shumë mahnitse kur i sheh se sa të zojat edhe sa kërkesa ato kanë mbri me i shtru përballë akterëve shumë të rëndësishëm ndërkombëtar. Se sa ato e mballafaqu masnej me regjimin serb dhe sa e ka pengu aktivizmin e tyre, ne jemi mundu që përmes këtij manuali me tregu që edhe gratë kanë qenë të rëndësishme, edhe në proceset më të rëndësishme të shtetit ton kanë qenë gratë ato që i ke pas edhe në vijë të parë të frontit, duke kërku të drejtat dhe duke kërku një paqe e qëndrueshme dhe paqe e përgjithshme, në veçanti në Kosovë. Masnej, ka projekte të ndryshme vlerë ku në qendër është gruaja. Kemi një cikël të videokesteve, për shembull, podcast që i bëjmë me gratë gazetare të cilat kanë raportu prej luftës. Kjo ka lind pikërisht si rezultat i manualit, për shkak se ose doracakut, për shkak se para se me kriju këtë doracak. Na njëherë kemi me grupin ekspertëve me cilin është punu doracaku, kemi bërë një analizë të kurikulës e cila ekziston si pjesë e Ministrisë së Arsimit